Masi kena kalu pika jetësore për qytetarët e Shkodrës, grupi PSD, se i shef përkthendimet në vazhdim të paligjshme duke qenë se jena në fusha zgjedhore dhe nuk do të marrim pjesë. Faleminderit. Është në drejtën tuaj. Na nuk e shohim vetin pa të ricë e këtij Këshillit Bashkiak. Prandaj me këtë ardhje nuk mund të bëna pjesë e këtij votimit. Faleminderit. Po në fakt ju e votuat ranin e ditës. Ranin e ditës për ato pika deri aty. Dhe sot nuk mund të jena pa të ricë e pjesë tjetër. Nuk ka rëndësi, është drejta juaj të marrni këtë lloj qëndrimi. Ju e votuat ranin e ditës. Ju mund të shërbeni kujdo, po ju qytetarëve të Shkodrës me mënyrën Atëherë na i shërbejmë vetëm qytetarëve të Shkodrës, zotë qytetar. Na i shërbejmë vetëm qytetarëve të Shkodrës dhe kërkuj tjetër. Na i kena shqyrtuar me shumë vëmendje, pikë për pikë, dhe nuk mund të jena pjesë e patërisë. Nëse ke dëshirë nuk na intereson fare. Atëherë, unë për sa i përket dy projekt vendimeve që ju citoj, ju lutem mos disinformoni pak në qytetarët e Shkodrës. Me ke shkruunin këta. Për praktikë ta kanë praktikë Shkodrën të sot vite dhe sot e për praktikën edhe herë. Ja, edhe praktikë keni praktikë ju Shkodrën, jeni ju ata që keni vu shkretën Shkodrës. Ju lutem shfrytëzoni mundësinë. Ju nuk e doni Shkodrën. Shfrytëzoni mundësinë për të debatuar dhe për të miratuar. Keni më pas që keni fitu. Vjollca, të lutem, shfrytëzoni mundësinë për të debatuar dhe për të votuar në të mirë të qytetarëve të Shkodrës. Kjo lloj praktikë nuk i shërben kërkuj, përveç individëve të cilët janë jashtë kësaj salle. Është në drejtën tuaj. Po zonja Kavaja. Do t'ju lutesha zonjave, me që janë vetëm zonja nga partia PSD, të qëndrojnë, sepse nuk ka të bëjë as pak me përzierjen elektorale apo fushat politike, por janë projekt vendime të cilat prekin drejt për së drejti qytetarët shkodran. Prekin qytetin e Shkodrës. Duhet të ketë një reagim qytetar me qëndrimin e tyre këtu, në këtë mbledhje Këshillit, për të votuar projekt vendime si ato që kanë të bëjnë me administrimin e plazhit Veripojës, marrjen e fondeve për qytetin e Shkodrës nga Ministria e Mbrojtjes dhe Emergjencave Civile, gjëra të cilat kanë një rëndësi të veçantë për qytetin e Shkodrës, ku po përmend vetëm disa prej tyre dhe janë të shumta në fakt, sepse janë 13 pika të cilat do të diskutohen në vazhdim të kësaj mbledhje. Do t'ju lutesh edhe një herë që të ktheheshin për të treguar qytetarinë e tyre dhe rëndësinë që ka qyteti i Shkodrës. Po
Interpretimi jot nuk na intereson fare. Atëherë, Interpretimi unë është sa i përket Luli. dy projekt vendimeve që ju cituat, Interpretimi ju jot. lutem mos disinformoni pak në Zoti qytetarët e kryetar, po me Shkodrës. ke sqarunin këta. Ju jeni në Vendimi për çdo braktisë Ta janë sallën e kanë Këshillit. braktisë Shkodrën të Unë sot thash, vite nuk dhe i sot e shërben për braktisin kërkuj. edhe herë. Ja, edhe lutem, braktisë keni braktisë ju Shkodrën, jeni ju ata që i përpara keni vu qytetarëve shkretën të Shkodrës. Serioziteti ju lutem, shfrytëzoni- ju nuk e ju lutem, doni. shfrytëzoni Ju mundësinë- nuk e doni Shkodrën. Shfrytëzoni Po ju keni me mundësinë pa, për të keni me debatuar pas dhe hyumjen për me të një vejt miratuar. pa, keni me pas Ju si keni me fitu. Vjollca, të lutem, shfrytëzoni mundësinë për të debatuar dhe për të votuar në të mirë të qytetarëve të Shkodrës. Kjo lloj braktisit nuk i shërben kërkuj, përveç individëve të cilët janë jashtë kësaj salle. Dashuri, do kisha dashur me thonë që me realisht është e turpshme që braktiset, jo salla, ata sot s'kanë pa bojkot, puna vazhdon, kanë braktis hallet e qytetarëve, kanë braktis nevojat e të qytetarëve. Ne si anëtar të Këshillit Bashkiak kemi ardhur të gjitha partitë që mund të jenë prezent në këtë sallë me voten e qytetarëve, që do të thotë nuk janë përfaqësues vetëm të tyre apo të partisë tyre, po janë përfaqësues të qytetarëve. Përtej faktit të referimit që bani profesoresha pak më përpara që në fakt nuk rezulton ashtu, mënyra se si e shpjegoj, kryetarja e Shestani, që në fakt nuk rezulton ashtu, ne gjithë kemi projekt vendimet, bani një trajtim ligjor që nuk qëndron ashtu, po mbase vetë bashkia dhe administrata e shpjegon, ato janë projekt vendime të cilat duhen për qytetarët dhe për nevojat e qytetarëve. Dhe kjo braktisje nuk është braktisje e sallës të Këshillit Bashkiak, e theksoj edhe një herë, është braktisje për hallet dhe problematikat që kanë qytetarët. Të braktisen ato projekt vendime, të cilat janë shumë të rëndësishme për qytetarët dhe të cilat i presin me pa durim, është e pa imagjinueshme dhe realisht këtë e them me shumë sinqeritet, nuk ka lidhje në cilin krah politik është, sepse sigurisht që ata e përdoren për politik dhe është vendimi i tyre, ama nuk duhet të harrojmë se kë përfaqësojmë. Në këtë Këshill Bashkiak përfaqësojmë vetëm qytetarët. Kështu që nuk di kolegi kemi, me gjitha të vendimarrja është e tyne dhe me vjen shumë keq vetëm për qytetarët dhe ata të cilët na përfaqësojmë. Se janë projekt vendime të cilat kanë pritur me kohë për të miratuar, për fund nëse donin të qëndronin, banin debat, të japin ide të tjera, të kërkonin shtesa, të votonin kundër, okay, po kryejnë detyrën si antar të Këshillit Bashkiak. Por të braktiset salla thjesht për politik dhe për të bërë bojkot, sepse ata në këtë mendim kanë se po realizojnë bojkot, po në fakt s'kanë bërë bojkot. Thjesht kanë braktisë qytetare dhe ata të cilët i kanë votuar për mi përfaqësu. Dhe për këtë si antare këtij Këshilli Bashkiak edhe mu me vjen vërtet shumë keq. Dhe ndihem keq para qytetarëve shkodran, unë. Ata e din vetë. Faleminderit zoja Mehmetaj. Tonim falje qytetarëve Shkodran që për shkak të përdorjes dhe shfrytëzimit të fushatës elektorale që fatkeqësisht duket se ka nisur, po preken interesat e Shkodrës drejt për drejt. Po preken interesat e atyre që kanë aplikuar për të pasur të drejtën që gjatë këtij sezoni turistik të kenë një hapësirë që të shfrytëzojnë për biznesin e tyre. Po preken interesat e atyre që dëshirojnë që plazhet publike të mos cënohen, por të jenë për qytetarët Shkodran. Dhe nga ana tjetër të kemi edhe plazhe që menaxhohen nga Bashkia e Shkodrës dhe nga SHA për të menaxhuar në një mënyrë tërësisht ekonomike dhe të përballueshme nga ata qytetarë të cilët e shohin këtë mënyrë si një nga më të mirat e mundshme për ta shfrytzuar pasurinë e madhe që ne kemi dhe lipojën. Dhe nuk është vetëm kjo. Është dizinformim që u bë qytetarëve nga zonja në fjalë, e cila nuk dua ta përmend me emër sepse nuk është këtu dhe nuk mund të replikoj, ja hoqi këtë të drejtë vetes, por për faktin se dizinformimi çon aty ku ne nuk duam të jemi dhe duam që qytetarët Shkodran të jenë të qartë për gjithçka që po bëhet. Po përdoret kjo mbledhje për politikë dhe kjo është fatkeqësia më e madhe që mund t'i ndodhë Shkodrës. Megjithatë, siç tha dhe kolegja ime, puna do të vazhdojë dhe nuk do të ndalet. Është një qytet i tërë që po punon dhe do të vazhdojë këtë punë intensive, sepse zgjedhjet do të kalojnë dhe Shkodra do t'i mbetet atyre që i takon, qytetarëve Shkodran. Faleminderit zoja Kavaja. Zoja Është një turp me braktis sallën, jo ne si këshilltar, për me braktis popullin e Shkodrës, sepse pra thane shoqet që janë shumë gjana për të mirën e qytetarëve të Shkodrës. Na jena mësu me braktisje të tilla, po jo në këtë moment serios. Ato e përdoren për fushat elektorale.
është një turp, sepse ato nuk pranune të pakten, i rështunin që deshten me rështu, po nuk priten sqarimet. Atëherë, ato kanë ardhur me një atë qëllim, për mos me nëjë në mbledhje, pra me disformu popullin e Shkodrës, për të bërë një propagandë të keqe për qytetin e Shkodrës. Janë ato që e kanë braktisë Shkodrën me vitet të tëra. Pra nuk jena na që nuk jena të punu. Në jena të punu dhe Shkodra do t'jetë çdo ditë më e mirë, më e bukur se çdo herë tjetër. Ato dojnë me mlu dillin me shosh, po dillin me shosh nuk mlot, duke kalu ose duke braktis sallën. Ashtë një turp për ta, dhe Shkodra ma shumë ashtë të pasë, kush ashtë e vërteta? Partia atyne, partia jonë, nuk po bëjmë deklarata parti apo kundërshtar, kush punon për Shkodrën? Dhe në vërtet, jemi ne që jemi duke punu për Shkodrën, për qytetin e Shkodrës. Atyne i vret e vërteta, i vret syni i bukur, i gjithë qytetit që ka marrë pamje tjetër, jo si propagandë që përdoret me hek një plak apo me ba një plak, pra është një disinformim që ato janë të ba për qytetarët e Shkodrës. Është një turp që ato ma mirë mos kishin ardhur, ose të kishin nej, të kishin qu kartonin të pakten kundër, po jo kështu. Ato kanë të regu vedin se sa shumë e dojnë Shkodrën. Sepse asnjë nga ato që thane që rreshtoj zoja, pra ishin krejt kundër ma ato që na kena diskutu dhe ato që janë këtu në letër të shkrume. Ajo nuk pranoj, ato nuk pranune për me verifiku ose me kërku llogari. Po jo me rreshtu fjalë që nuk janë të vërteta. Po shkodranët i njohin mirë se kush janë këta. Po do ta marrin përgjigje me 11 maj, sigur e kanë marrë vitin 21, 23 dhe përsëri me 11 maj do ta shohin se kush është Partia Socialiste dhe kush janë ata. Faleminderit. Edhe është i keqardhje për kolegët tonë të partive të tjera, të cilët sot tregunen që nuk janë personat të cilët janë zgjellë nga qytetarët e Shkodrës për të shërbyer këtij qyteti, por janë ato që në ditët kur kena nevojë për me dhënë një shtys zhvillimit të këtij qyteti, i cili çdo ditë po merr pamje tjetër, braktisin mbledhjen. Sot janë disa pika shumë të rëndësishme dhe etike për qytetin e Shkodrës, të cilat nuk bin ndesh asnjëna prej tyre me asnjë pikë ku cënon kodin zgjedhor, pra janë pikat të cilat janë shumë të prekshme dhe jemi në prag të sezonit turistik, ku një shoqëri e re e cila do të marrë në administrim jo pjesën publike, por pjesa private, aq përqindja e saj takon kësaj shoqërie për mirëmarrjen e administrimit dhe menaxhimin e kësaj, nuk është e drejtë ta braktisim dhe të mos e votojmë. Një pikë shumë e rëndësishme e kësaj mbledhje është një projekt vendim që ka të bëjë me një shtesë tek fondi emergjencave, ku janë rreth 210 milion lekë të vjetra, të cilët ju vinë në ndihmë njerëzve dhe familjeve të cilët hasin në fatkeqësi të ndryshme, gjithashtu edhe 60 milion lekë të tjera të vjetra për shemje dheut apo mirëmbajtje rrugësh. Pra janë pikat e cilat nuk kanë lidhje fare me fushatën zgjedhore, por kjo është zgjedhja tyne, besoj se qytetarët e Shkodrës dinë të vlerësojnë, nesër nuk do të jetë vonë dita e zgjedhjeve ku secila prej tyre do të marrin përgjigjen e duhur. Faleminderit zoti kryetar. Faleminderit zoti Nau. Prezant janë 20 qytetarë mbledhjen e Këshillit Bashkiake deklaroj të mbyllur. Faleminderit. Ju lutem abstenim. Përpara se të kalojmë te pikat e rëndit ditës, do të unë nuk po votoj sepse nuk kam kanë prezent, kam kanë mungesë, kështu që nuk kam si votoj diçka për cilën nuk kam kanë. Se no, po njërën për këtyre alternative, nuk ka formë tjetër. Abstenim. Kundër, kate, në emër të grupit bashkë fitojmë. Dakord. Atëherë, hedhim në votim projekt vendimi numër 1 për përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kuzuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin shkurt 2025. Pro. Abstenim.
Atëherë me 38 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, mirë votoj për vendimi numër 2 për përdorimin e fondit shtesë. Kundër familjes Shëmë dhe të familjes OHE në banesat sociale me qira për komunitetin rom. Po, edhe në votim. Pro? Kundër? Abstenim?